Rama prezanton kompani shtetërore si motor të akshit. Kryeministri thotë se do mirëmbajë shërbimet në funksion të publikut pa pasur nevojë për privatin. Berisha atakon ekspertët e Komisionit të Venecias, akuzon shumicën se përdori buxhetin e shtetit për zgjedhjet, premton zbatimin e rekomandimeve të ODIR. Mbrëmje për mos të humbur në fermën e VIP-ave, një konkurrent do mbyll rrugtimin, AGAI pritet të marrë vendimin pas thyrjes së rregullave nga Iliri dhe Zhaku. Përshëndetje zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Sulmi me dronë rus në një zonë banimi në qytetin Galati të Rumanisë është dënuar nga Tirana zyrtare me anë të një reagimi në rrjetet sociale. Ministri i jashtëm Ferit Hoxha e cilësoi ngjarjen si një përshkallëzim serioz të papërgjegjshëm nga ana e Federatës Ruse. Shqipëria shprehu solidaritet të plot me popullin dhe autoritetet rumune, ndërsa theksoi se pasojat e luftës së Rusisë kundër Ukrainës po kërcënojnë gjithnjë më shumë sigurinë e civilëve edhe për te kufirit Ukrainës. Gjithashtu Ministria e Jashtme nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të qëndrojë në krah të aleatëve dhe të partnerëve ndërkombëtar në mbështetje të paqes, sigurisë dhe respektimit të së drejtës ndërkombëtare. Gjatë orëve të para të së premtes, një dron rus goditi një blok apartamentesh në Rumani, duke plagosur disa persona, mes tyre dhe një të mitur. Albanian Digital Solution është kompania më e re prezantuar nga qeveria. Kryeministri Rama tha se ajo synon të zhvillojë dhe të mirëmbajë sistemet në funksion të publikut pa pasur nevojë që të ketë shërbim tjetër nga një kompani private. Qeveria prezantoi kompaninë e re shtetërore Albanian Digital Solution, e cila do të zhvillojë dhe mirëmbajë programe digjitale shtetërore. I pranishëm në prezantim ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se kjo kompani si motor e akshit do të heqë nevojën e bashkëpunimit të shtetit me privatin. Do të zhvilloj sisteme pa pasur gjithmonë nevojë që shteti t'i drejtohet privatit. Shteti të krijojë kompaninë më të suksesshme publike të zhvillimit të sistemeve dhe të mirëmbajtjes së tyre. Sipas Kreut të Qeverisë, ADS i jep hapësirë talenteve të reja në fushën e teknologjisë. Rama theksoi se shteti do të ofrojë paga më të larta në këtë kompani, e cila të ketë kapacitetin të kthehet në një hapësirë për të gjithë talentet, një kompani e cila të ketë pagat më të larta në tregun e shërbimeve digjitale. Por fokusi nuk ishte vetëm tek teknologjia. Shefi i qeverisë reagoi lidhur me zërat se shteti po i fal tokë në bregdetin e Zvërnecit, investitorëve të huaj si Xheret Kushtner dhe biznesmenëve nga Katari. Sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private. Investitorët atë pronë e kanë marrë nga private, që t'jemi shumë qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër projektit, që është Ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata. Kryeministri nuk harroi as lëvdatat ndaj akshit, që sipas tij ka ndërtuar një histori suksesi, duke kaluar nga një numër i madh i kufizuar shërbimesh në mbi 1200 shërbime publike online, duke arritur më shumë se 3 milion përdorues në e-Albania. Përfaqësues të Komisionit të Venecias zhvilluan një takim me liderin demokrat Sali Berisha. Ata diskutuan financimin e partive politike, për të cilin Berisha tha se opozita do të zbatojë çdo rekomandim që vjen nga ekspertët e huaj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi një takim me ekspertë të Komisionit Venecias për të rikthyer vëmendjen tek problematika e zgjedhjeve parlamentare të një viti më parë. Delegacioni i Komisionit Venecias po takon të gjithë përfaqësuesit e forcave politike për të diskutuar në lidhje me projektligjin për financimin e partive. Ndaj biseda u fokusua tek burimet e parave të cilat përdorin forcat politike në Shqipëri.
Lideri i opozitës Berisha u përcolli ekspertëve shqetësimin për pabarazin mes mazhorancës dhe opozitës, duke pretenduar se Partia Socialiste shfrytëzon në fushat elektorale buxhetin e shtetit. Diferenca e financimit me parat e buxhetit midis dy forcave kryesore politike shkon nga 700 në 1000 herë. Konkretisht, partia në pushtet organizoi në kohën e ndaluar nga ligji 4530 ngjarje me një kosto nga disa qindra euro në 7 milion euro para buxheti, siç ishte Giro d'Italia një ditë para zgjedhjeve. Berisha premtoi se çdo rekomandimi i Komisionit Venecias dhe Odirit për projekt ligjin për financimin e partive do zbatohet nga opozita. E për herë të parë, Berisha deklaroi se është gati të bisedojë për depolitizimin e komisioneve zgjedhore. Ky problem është i negociueshëm, do negociohet, mbasi vetë OSBE Odir ka meritën e veçantë të stigmatizojë jo terroriste, por aty afër rrafshin politik për zgjedhjet patronazhiste. Në raport me reformën elektorale, Berisha foli për nevojën e miratimit parashikimeve ligjore që çojnë anullimin e zgjedhjeve, kur procesi ka probleme. Ajo që ne mendojmë se është e domosdoshme, klauzolat e anullimit të zgjedhjeve. Ekspertët e Komisionit Venecias ndodhen në Tiranë për të dëgjuar të gjitha palët në lidhje me draftin e ri për financimin e partive, e do të publikojnë opinionin e tyre në mesin e muajit qershor. Për këtë draft kanë sjell opinione edhe ekspertët e Odirit dhe më pas do të jetë Komisioni i Reformës Zgjedhore, i cili mbi rekomandimet e tyre do të bëjë ndryshimet finale në ligj. Me sloganin "Ri për të rritja", Partia Demokratike mbledh nesër kuvendin ku do të zgjidhen 200 anëtarët e Këshillit Kombëtar. Ky forum do të zgjedhë më pas struktura drejtuese. Sali Berisha ka premtuar hapjen e partisë dhe përfshirjen e figurave të reja. Partia Demokratike mbledh të shtunën organin më të lartë Kuvendin Kombëtar, kuvendi i cili do të skicojë rrugën ku do të ecë SPD në këtë mandat të katërt në opozitë, e strategjinë që do ta çojë Partinë Demokratike drejt fitores në zgjedhjet lokale që mbahen pas një viti e ato parlamentare që do të mbahen në vitin 2029. Slogani i kuvendit është "Ri për të rritje" dhe kryetari i PD Sali Berisha ka premtuar hapjen e modernizimin e partisë, si dhe përfshirjen e figurave të reja në të gjitha strukturat drejtuese. Kuvendi nis punimet në orën 10 dhe hapjen e tij do ta bëjë Erisa Bayaziti, një prej shqiptarëve që jeton në Bruksel dhe kandidoi për Partinë Demokratike në zgjedhjet parlamentare si përfaqësuese e diasporës. Më pas do të flasë kryetari i PD Sali Berisha. Berisha një javë më parë mori votbecimin e demokratëve për t'i udhëhequr deri në vitin 2030 e të shtunën në kuvend pritet që lideri historik i demokratëve t'u shpjegojë mbështetësve të tij si do të fitojë përballë Partisë Socialiste e si do të kthejë demokratët në pushtet. Pas fjalës së kryetarit PD-s, delegatët do të votojnë ndryshimet në statut, ku më kryesoret janë përfshirja e diasporës me kuota të caktuara në çdo strukturë të PD-s dhe rritja e përfaqësimit të grave në forumet drejtuese. Kuvendi së shtunës është kuvend zgjedhore. Delegatët do të zgjedhin 200 anëtarë të Këshillit Kombëtar. Ky këshill do të zgjedhë javën e ardhshme kryesinë e PD-s, sekretarin e përgjithshëm, nënkryetarët e të gjithë funksionarët e tjerë. E mbetet për të parë nëse Sali Berisha do të vendosë betejën përballë Edi Ramës në 4 vitet e ardhshme ta bëjë me të njëjtin ekip apo do të zgjedhë emra të rinj në struktura drejtuese. SPA ka çuar në gjyq 3 polici ishin përfshirë në një grup kriminal që merrej me trafikun e drogës. Hetuesit kanë arritur në përfundimin se ata u kishin garantuar mbrojtje trafikantëve, duke lejuar transportimin e ngarkesave të lëndëve narkotike. 3 ish polic dërgohen për gjykim nga prokuroria e posaçme, pasi dyshohet se i kanë shërbyer një grupi kriminal, duke u bërë edhe vetë pjesë e tij. Erdit Hazizaj, Shkëlzan Ruska dhe Ervis Alisinanaj akuzohen nga SPAK se kanë shpërdoruar detyrën duke lejuar transport dhe trafik droge, në një rast në pikën kufitare të qafbotës. Nga tërësia e provave të administruara, rezulton se të pandeurit Erdit Hazizaj, Shkëlzen Ruska dhe Ervis Alisinaj në vazhdimsi gjatë vitit 2020 në kundërshtim me detyrimet ligjore dhe funksionale si punonjës të policisë së shtetit, kanë kryer veprime dhe mosveprime që kanë cënuar rënd funksionimin e rregullt të strukturave policore, duke mos ndërmarrë masa për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në kultivimin dhe trafikimin e narkotikëve apo veprime të tjera të kundraligjshme. Episodi i marsit të 2020-s përfshin sasi marramense kanabis sativa 1 ton, ndërsa 4 ton ishin në formë çokolate e vaji. Vlera e saj shkonte në 1.7 milion euro, por përfundoi e sekuestruar nga autoritetet helene
në duart e 2 italianëve që po ashtu janë dënuar nga Greqia, por s'pak tregon edhe një tjetër rast të trafikut të drogës. Kur antarët e grupit arrestoheshin nga agjencitë e zbatimit të ligjit, antarët e tjerë interesoheshin për ndihmën ekonomike të personave të arrestuar dhe sigurimin e mbrojtjes në proceset gjyqësore. Sipas hetimeve, antarët e këtij grupi të strukturuar kriminal kishin krijuar kontakte dhe lidhje shoqërore me punonjës të policisë së shtetit për të bërë të mundur vijimsinë e aktivitetit kriminal. Prokuroria e posaçme bën të ditur se ky procedim penal është i ndarë nga i kryesori, ku të hetuar janë pikërisht grupi kriminal që kultivonte hashash. Gjatë viteve 2019-2021 në zonën Tepelen Gjirokastër, organi procedues tregon se grupi kriminal ka mbjell kanabis sativa që u zgjysua nga policia e Gjirokastrës. Një aksident i rënd ndodhi mëngjesin e kësaj të premte në aksin rrugor Elbasan Peqin, afërsi të fshatit Pajov, ku një automjet është përplasur me një kamion. Sipas përplasjes kanë mbetur plagosur rënd drejtuesi i automjetit dhe një fëmijë që udhëtonte me të. Të plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt spitalit ku kanë marrë ndihmën mjekësore. Policia nuk ka zbardhur ende shkaqet e aksidentit. Ekspertët janë kritik ndaj punës që po bën autoriteti rrugor shqiptar, sidomos në aksat kombëtare. Tabelat e shpejtësisë sipas tyre nuk janë përgjithësuar, duke krijuar konfuzion te shoferët vendas dhe të huaj. Edhe pse është institucioni që duhet të kujdeset për infrastrukturën rrugore në të gjitha drejtimet, duke nisur nga asfaltimi dhe deri tek tabelat e sinjalistikës, autoriteti rrugor shqiptar ka lënë akset në mëshirë të fatit duke mos marrë masa. Eksperti i sigurisë rrugore Gzim Hoxha thotë se ARSH, duke mos përmbushur detyrimet dhe funksionet që ka, është kthyer indirekt në shkak për aksidentet. Një nga punët që nuk është kryer nga ARSH sipas Hoxhës është mospërditësimi i tabelave rrugore duke specifikuar shpejtësinë e lejuar sipas standardeve të reja në shumë akse rrugore kombëtare. Ata kanë detyrimin të vendosin sinjalistikën rrugore, ata kanë detyrimin të bëjnë rakordimin e kthesave që ne nuk i kemi në shumë vende dhe këto sillin pasoja në aksidente. Po ashtu kemi të miratuar ligjin për shpejtësinë autostrada. Por kjo nuk ka ndryshuar sinjalistikën rrugore. Tabelet në përputhje me shpejtësinë që duhen të kenë këto akse kanë rritur ndjeshëm dhe ankesat të pushuesve, sidomos atyre të huaj, të cilat ecin sipas shpejtësive të parashikuara në hartat digjitale, që nuk janë të njëjta me tabelat e sinjalistikës. Shtetat të huaj vitin që kaloi patën mjaft konflikte me policinë, sepse i thoshin që ata lexojnë ligjin natyrisht, sepse gjerman, suedez, nuk di nga vjen, e lexojnë ligjin në Shqipëri dhe e di thot shpejtësia në autostradën e Shqipërisë 130 km/h. Në fakt, sinjalistika nuk ka ndryshuar. Dhe kjo krijon një konflikt dhe nuk e di pse nuk u ndryshojnë. Pra duhet që në radhë parë ato që janë me ligj duhet zbatohen. Sinjalistika duhet të jetë e rregull dhe vendosur në vendin e saj dhe në përmasat që duhet, në lartësinë që duhet. Pra ne ende nuk kemi këto që ne mund t'i bëjmë. Amortizimi i asfaltit, por dhe mungesa e dedikuara hapësirave për të dalë ose për të futur në akset nacionale është një nga burimet kryesore për aksidente, që sipas ekspertit është sërish përgjegjësia e ARSH. Në dinin time është akorduar një fond 73 milion lek për të rregulluar të gjitha këto këndet. Rakordimi i kthesave quhet ky, pra nuk është në formë tëje, por është në formë harku, ka një periudhë kohe. Bëhet pak zgjerimi rrugës me qëllim që ai që vjen të hyjë në mënyrë graduale të marrë një lloj shpejtësie, sepse pas marrë shpejtësi nuk futet dot në fluksin e qarkullimit të automjeteve, pra duhet të ketë një shpejtësi rreth 60 km/h, nëse dhe në këtë mënyrë ai mund të vijojë qarkullimin e tij normal. Pra këtë unë di që është bërë një studim, di që është çelur dhe një fond, por është vonë. Pavarësisht problematikave të rrugëve, policia ka hartuar planin e punës për shtimin e efektiveve dhe monitorim me pajisje teknologjike me dron dhe radar për të ndëshkuar me gjop të gjithë shkelësit e rregullave. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka vijuar aksionin për prishjen e ndërtimeve pa leje në zonat e jugut. Në Llogara u shëm një objekt 1-katësh pa leje, i cili ishte skualifikuar më herët nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës për t'u legalizuar. Ndërkohë, pranë plazhit të Filikurit në Himar u prish një mur guri dhe betoni me gjatësi 290 metra dhe lartësi 2 metra. Po ashtu një qeparo u shëm një objekt 2-katësh ndërtuar pa leje. Autoritetet kanë paralajmëruar se aksioni për prishjen e ndërtimeve që nuk zotrojnë dokumentacioni për katës do të vijojë.
Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro tha sot se rregulloria e re e maturës shtetërore parashikon masa më të ashpra për shkeljet gjatë provimeve, por sipas saj nxënësit janë ndihmuar ta përballojnë procesin edhe me teste paraprake. Teksa na ndaj vetëm pak ditë nga aprovimi i parë i maturës shtetërore 2026, Ministri i Arsimit dhe Sportit Mirela Kumbaro në një konferencë për media sqaroi detaje nga organizimi i punës për mbarvajtjen e provimeve. Bëhet fjalë për një punë voluminoze që ka nisur që në muajin dhjetor të vitit kaluar me nxjerrjen e përditësimin e urdhrit ose që ndryshe është rregulloria e organizimit të maturës shtetërore, e cila si vjet vjen me një risi për shkak të forcimit të rregullave, sepse çdo vit na mëson, na nxjerr nga një eksperiencë të re. Kemi bërë publikimin online të modeleve të provimeve se si duhet të stërvitet nxënësit. Kjo ka muaj, e kemi shpërndarë në gjitha shkollat në mënyrë shumë të organizuar dhe kapilare. Ministra Kumbaro deklaroi se ka pasur një ashpërsim të kësaj rregullori krahasuar me vitin e kaluar. Do të jemi strikt dhe asnjë tolerancë në zbatimin e rregullores së maturës shtetërore, të cilën po e komunikojmë në të gjitha format e mundshme nëpërmjet gjithë kanaleve. Çdo thyerje e rregullit gjatë procesit të provimit nga maturantët do të sjellë automatikisht përjashtimin e nxënësit nga procesi i provimit të maturës. Ministri i Arsimit dhe Sportit Mirela Kumbaro u ndal gjithashtu edhe tek programi pas shkollë, i cili ka nisur pilotimin në 47 shkolla. Mbas një pune shumë të gjatë, madje do thoya disa vjeçare, me disa forma organizimit të këtij programi që e kemi përmbledhur në një titull të vetëm pas shkolle, publiku, mediat janë mësuar dhe nxënësit, mësuesit me emërtesat ndryshme siç ishte shkolla qendërkomunitare që prej 10 vjetësh është futur tashmë në shumë shkolla, bëjmë detyrat e shtëpisë. Prej 4 vjetësh kemi futur programin Artezeje. Në një mënyrë ose në një tjetër janë të gjitha rubrika të cilët i kemi përfshirë në nocionin pas shkollës, sepse janë aktivitete që shkëmbëhen për te programit të detyruar që mbaron me orarin e mësimit të detyruar. Gjithashtu, Ministria Kumbaro bëri me dije se nga 1 qershori nis puna për strategjinë e re kombëtare të arsimit parauniversitar 2027-2032 me përfshirjen e institucioneve, mësuesve, nxënësve, partnerëve zhvillimor dhe shoqërisë civile. Spektakli më i ndjekur Ferma VIP po i afrohet finales së madhe. Sonte në mbrëmje pritet të mësohet se cili nga konkurrentët do të largohet, ndërkohë Agaj do të marrë vendimin për Ilirin dhe Zhakun, të cilët kanë thyer rregullat. Nata e sotme, Ferma VIP 3 pritet të sjellë një tjetër prime të mbushur me tension, surpriza dhe vendime që mund të ndryshojnë gjithçka në lojë, vetëm pak javë para finales së madhe. Mbrëmja 19 prime rikthen në qendër të vëmendjes dy nga personazhet më të komentuar të ditëve të fundit, Inida Gjatën dhe Ilir Shaqirin, të cilët kanë thyer sërish të rregullat e Fermës. Iliri dhe Zhaku gjatë këtyre 24 orëve kanë thyer vazhdimisht rregullat e komunikimit. Këtë herë paralajmërimet janë më serioze se kurrë dhe publiku pret me interes vendimin e Agajit, i cili pak ditë më parë paralajmëroi se çdo shkelje tjetër mund të çojë deri në përjashtim të menjëhershëm nga gara. Tash thash unë kam rezervat e mia për Ilir, por kjo ishte e bukur. Ndërkohë ethet e televotimit vijojnë të mbajnë 11 fermerët e nominuar nën presion. Një tjetër emër pritet të lërë Fermën dhe të ndërpresë rrugëtimin drejt çmimit të madh. Aleancat e debatet brenda Fermës janë bërë edhe më të forta me afrimin e finales së 15 qershorit. Publiku mbetet vendimtar për fatin e fermerëve në një garë ku çdo deklarat dhe çdo veprim po peshon më shumë se kurrë. Gjatë kësaj jave nuk kanë munguar sfidat dhe lojrat e vendosura nga Agaj. Fermerët janë përballur me sfida që testojnë aftësitë e tyre, duke dëshmuar edhe një herë se çdo ditë në fermë është një sprov. Mes tensioneve, ndëshkimeve dhe surprizave që pritet të zbulohen live, Ferma VIP 3 premton edhe sonte një spektakël plot emocione në ekranin e Vision Plus në orën 21, si dhe në live stream në YouTube. Parku i Drilonit në Pogradec është pushtuar nga fëmijët me kostume shumë ngjyrshe. Ata kanë marrë pjesë në festivalin folklorik që synon ruajtjen e traditave. 12 grupe nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë marrë pjesë në Folk Kit, festivalin folklorik mbarkombëtar për fëmijë në parkun kombëtar turistik të Drilonit.
Grupet kanë sjellë në këtë festival kostumografinë e pasur të gjithë trevave shqifolse, ashtu siç sollën edhe vallet burimore nga Peja në Rajc, nga Devolli në Manastir, e nga Kolonja, Korça dhe Devolli deri në Myzeqe. Për koreografin e grupit folklorik të Pejës, Tasim Dajci, kostumografia shqiptare është shumë e pasur, ndaj një festival si ky i shërben ruajtjes së traditës. Me këto valle të bukura, ti po bën gjën më të bukur që po jep qytetit, po jep bashkëtarisë një kryevepër, me motive të ndryshme valle nga gjithë bashkë Shqipëria, me kostume legjendare. Po bëhet një gjë që për një 2-3 vjet kjo ka për të arritur kulmin. Në të njëjtën linjë është edhe koreografi maqedonas Filip Jakovlevski, kur thotë se vallet e Ballkanit janë të ngjashme në tipologji, ndërsa tiruash është e vështirë për shkak të modernizimit. Mendoj që kemi të ngjashme në valle, këngë e tradit. Kufit janë politik, njerëzit shkëmbejnë njëri me tjetri kulturën. Ne jemi të ngjashëm, është e vështirë sepse ka modernizëm sot, ka telefona, ka teknologji. Marina Tërpo nga Pusteci ka ardhur në këtë festival në një kostum 200 vjeçar të trashëguar nga familja e saj, ndërkohë që Ina Begolli nga Peja ka interpretuar vallen e njohur të Rrugovës. Është i familjes sime, është i trashëguar bes pas brezi nga stërgjisherit e mi. Gërshetën e kam nga stërgjishen time, që kemi ruajtur në muze për shumë vite, dhe tani unë e kam e vete. Për më shumë se 3 orë, grupet kanë sjellë jo vetëm kostumografinë e krahinave të ndryshme, por edhe vallet, përfshi vallet e kënduara. Zonja dhe zotrinj, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.